Ke pëshertir shumë herë në këtë emision. Ndroj këmbën. Ky emision mundësohet nga Brunes, Herbadent, Eurolab, Cinco Luxury Club. Fly me to the moon, let me play among the stars. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Dy, një. Është periudha më e bukur e vitit ku përfitojmë që të ndalojmë pak, të analizojmë çfarë ka ndodhur në një vit, të sillim në vëmendje disa nga ngjarjet që e kanë shënjuar 2025-ën. Nuk e di si ka qenë ky vit për ju, secili ka atë eksperiencën e tij, ka motivimin e tij, pritshmëritë e tij për një vit më të mirë. E rëndësishme është që të kemi realizuar të paktën një pjesë të mirë të atyre që quhen objektiva, kemi pasur një shëndet mirë dhe që të jemi gati për të nisur me energji të reja vitin 2026. Unë doja që në këtë episod të flasim pak për ato që quhen ngjarjet të aktualitetit online, cilat kanë qenë ngjarjet që e kanë dominuar këtë vit. Ka pasur shumë prej tyre, në fakt jemi në një periudhë ku kanë filluar edhe ato që quhen si thua programet që marrin vëmendjen më të madhe, siç është Big Brother, sapo mbyll pak më parë festivali, një tërë ngjarje artistike që mori mjaft vëmendje. Ka patur disa ndarje këtë vit, ka patur personazhe që janë ngritur, personazhe që janë ulur, ka pasur episode që mbase mund të komentohen me disa njerëz të cilët janë njohës shumë të mirë të këtyre zhvillimeve. Do të bisedojmë në këtë episod në Late Night në blog dhe i pari ndër ta është Andi Vrapi. Andi, Mirë se gjeta, njishi blokut. Edhe jo, dhe këtë vit kam dalë më pak në blok se kur më përpara, kështu që e do themi që po e mbyllim tamam në blok. Mirë se gjeta një herë dhe shumë suksese në nismën tënde. Faleminderit. Si ka qenë ky vit për ty? I mirë do thoja, domethënë kush më ka ndjekur thot nëse ankohesh ti është fundi botës. Se kam udhëtuar, kam ndjekur të gjitha koncertet që kam pasur dëshirë, për fjalë për një. Duket sikur je një natyrë që e ke çdo vit mirë, në kuptimin që ose ashtu duket, ose çdo njeri ka ato të vetat, edhe unë kam pasur ato të mia, hallet e mia, le të themi. Jemi në fund vitit. Hajde të pim një herë, ama s'u bëm shumë serioz, më duhet të jam te psikologu. Pëlqen ky sportiviteti yt, uroj që të jetë kështu deri në fund bisedës. E fort? Po jam dhe në timon, policia shtetit we love you. E fort, pa e mirë. E mirë, po. Mendoj pasojem para për te horizonti. E qenë ka mirë nda. Gëzuar me një disa rono, në fakt, dhe faleminderit. Do ta marr një shishe me vete ty. Jo atë që është në fund. Atëherë dëgjoj, nëse hyre në këtë pjesë atë do ta marr. Këdo, të parën? Atë parën, me që është e filluar. Është e filluar. Ose edhe të fundit, s'ka gjë. E do Dolce Vita, e do eleganca apo sikur marr vesh unë me shumë detaja, ama edhe ti si do. Jepi. Je gati? Unë zeha të shi, hajde. Tani, ka një emër i cili për ty sigurisht, është personazhi i vitit 2025. Mund ta bëj një kështu hyrje. Ky vit ka pas goxha personazhe që kanë qarkulluar, secili ka pasur periudhën e vet vëmendjes, por mendoj që kur jemi për të zgjedhur personazhin e vitit, ndonjëherë është mirë të shkojmë edhe me intuit, pra pa i hyrë fakteve të cilat pastaj thjesht e suportojmë. Dhe ai emër që mua më erdhi sapo më bëre ti pyetjen është emri i Gjestit, sepse pati një trampolin shumë të madhe nga Big Brother Kosova që nuk trajtohej në mënyrën e tij më të mirë. Erdhi në Big Brotherin shqiptar pas eliminimit, Big Brotherin e Tiranës, se shqiptar të dyja anët e kufirit janë, dhe aty pati bumin e vet,
aty fitoi Big Brotherin, pastaj pati një verë të ngjeshur, u bë pjesë e një labeli shumë të njohur në Kosovë, 360, që është edhe labeli që menaxhon dhe Limanin, një nga dy ose tre artistët meshkuj më të suksesshëm të vitit. Edhe pati si më thënë një ngjitje shumë të mirë, por fatkeqësisht humbja e vajit ti, si më thënë, e la në stagnacion, edhe kjo është shumë e kuptueshme, sepse është një ngjarje tragjike dhe kujdo askush mos e provoft, kush e provoft Zoti i dhënë forcë për ta përballuar. Mendon personalisht, meqense përzgjodhe si personazh të 2025-s, mendon personalisht që Gjesti si një figurë që u njoh nga të gjithë, edhe pse e diskutuar, do ketë një ngjitje të mëtejshme? Shiko, ai ndoshta për mua nuk ka qenë lojtari i preferuar në ato format në Big Brother, por si personazh është shumë çapkën, ka energji shumë pozitive dhe historia ka treguar që personazhet me energji pozitive, pa konkurencat, që janë të vuajtur, e ka pasur një histori të vuajtur, e marrin shpërblimin e tyre. Po, meqense u hap kjo temë, atëherë duhet të pyes, çdo personazh i suksesshëm i një reality është i suksesshëm edhe pas mbarimit të realityt? Jo gjithmonë. Ose varet shumë nga personazhi, është shumë personale. Nuk ka një formulë të caktuar që ti nëse ndjek këtë formulën do të shkosh në këtë përfundim, dhe po ndoqe këtë formulën do të shkosh në përfundimin tjetër. Për shembull rasti. Po. Bravo. Na duhesh një kështu se kishim bërë. Me që më thej jo disa ronon. Kjo është mënyra më e mirë për përshëndetur Andit. Jo, se më tha jo. Andit. Kur thash disa ronon, ma bëri kështu jo. Ja. E gonë ti e ke bërë, sot ta lumë këtë pjesë, nuk do ta heqë. Okej, ti ne si kemi celularët një? Fik, jo, unë kam silence. Jo, është vërtet në fakt, kjo pjesa, unë e di pak a shumë sepse unë kam qenë pjesë e një... Po merja shembuj për shembull rasti Donaldi. Donaldi me njëherë pas përfundimit të Big Brother 1-shit, mori programin e tij televiziv për më shumë se një sezon dhe aktualisht për shembull pas 4 vitesh, si më thonë është tërhequr nga jeta publike dhe po merret me studien e tij private. E njëjta gjë Miri Shaqirin që po merret me kompeticione të talenteve të reja muzikore. Kështu që nuk ka një formulë. Po, nuk është domosdoshmërisht e lidhur suksesi në një reality me vazhdimsinë. Megjithëse mirë do ishte që kush është i suksesshëm, po themi në atë produksion. Varet si e menaxhon. Është e gjitha fal menaxhimit, pra sa i aftë je ti që këtë gjën që të ka ardhur në këtë moment, që është shumë nuk është afatgjat, është shumë afashpurtër, po të gjelin e detit ta përdorësh në mënyrën më të mirë të mundshme që të hash edhe pas shumë viteve. Nëse përmend Gjestin dhe unë bie dakord për popularitetin, famën e tij, ka një personazh, një kundra personazh që në 2025 u fik, nuk vazhdoi të shkëlqente, që pritshmëritë ishin që do të ishte lart, por ndërkohë nuk pat, po gjithmonë pyetjet janë këndvështrimin tënd. Dhe do të kujtoj atyre që ndjekin këtë intervistë që Andi në fakt nuk vendos vulën, nuk ka vulë. Jo, është i ftuari ynë në këtë episod për shkak të mendimit tim personal në radhë parë që e vlerësoj për qëndrimin që mban, për çështjet e caktuara dhe për opinionet që jep në rrjetet sociale, dhe se përfaqëson në këtë rast mendimin e shumë njerëzve që kanë vendosur ta ndjekin atë. Ndaj dhe pyetja është shumë personale, pra. Ka një personazh që nuk ka pasur resuri pozitiv. Nuk di të them me thënë drejtën një emër që ka pasur rënje këtë vit. Ndoshta do të përmendja janë një sër artistësh që ndoshta në karrierën e tyre, të paktën brenda në këtë vit, nuk kanë qenë ndoshta në pikën e tyre më të lartë siç kanë qenë shumë vite më përpara. Mund të përmend këtu për shembull, unë mbaj mend që nuk ka pasur verë pa një koncert të MC Kreshës e Lyrical Sun. Ndërkohë që ndoshta këtë vit të paktën me aq sa kam ndjekur unë, edhe aq sa kam qenë prezent unë në jetën e natës edhe në qoftë në Bregdet, qoftë në Tiranë, qoftë në Prishtinë, nuk kanë qenë viti tyre më i mirë. Ashtu sikurse ndoshta nuk ka qenë viti më i mirë, po them unë ndoshta i Ledrit, është përfolur lidhja e tij me Xhensilën, por nga ana artistike nuk ka qenë bumi hiti i tij. Edhe Elvana nga ana tjetër ka qenë ndoshta ajo në vitin e saj më të mirë. Dafina nga ana tjetër për shkak të lindjes ka pasur një slow down. Vit të mirë pastaj nga ana tjetër ka pasur Limani që ka realizuar një koncert të madh në Prizren, në Dokufez, një koncert madhështor të madh. Mund të themi që nga kjo pjesa e targetit muzikës ylli ka ngjitje më të madhe në këtë periudhë? Këtë vit po. Është një periudhë disa vjeçare që ylli ka një ngritje graduale, edhe po përpiqet që të
të hap shtigje të reja në muzikën shqiptare, siç ishte me rastin e publikimit të albumit të fundit. Që kam përshtypjen do të hapi porta të reja për muzikën shqiptare, në mënyrën si të trajtohet muzika shqiptare, ashtu sikurse për vitin tjetër kanë në plan që të mos jetë prezent në klube, por të ketë koncerte vetëm në sheshe dhe në zona të mëdha me orkestër live. Në qartë. Megjithatë, Andi, ti një gazetar, njeri medias, i pjesës online që për vitesh e një punën që bën artistë të ndryshëm. Paktën e shikon atë. Do të të pyesja, suksesi i dikujt është i matshëm gjithmonë me zhurmën dhe me prezencën që ai bën në rrjetet sociale? Pra, dua të them, dikush punon, është konsistent, punon, por nuk bën zhurmë. Kjo e bën atë jo të suksesshëm? Ka një diferencë mes zhurmës dhe prezencës. Sepse zhurma mund të jetë vetëm online, nuk mund të pasqyrohet në jetë reale. Ndërkohë prezenca në jetë reale pasqyrohet online. Më kupton? Pra, unë mund të jem një personazh që bëj shumë zhurmë në rrjetet sociale, por nuk e produkt. Po kur dal në skenë, unë mbledh 10 veta. E qartë. Por nga ana tjetër, nëse unë mbledh 3000 veta, unë do e kem zhurmën në rrjetet sociale. Po është dekurajuese kjo për njerëz të ndryshëm, artistë të ndryshëm që Jo, përkundrazi, kjo është inkurajuese. Kjo tregon që nuk është e rëndësishme që ti të bësh zhurmë në rrjetet sociale për të qenë i suksesshëm, por ti duhet të kesh një produkt që të bëj zhurmën për ty, jo ti. Cilët janë disa nga personazhet që nga fama e tyre, nëse të vinë disa emra në mendje? Ma me këto emra do futemi kështu në gjatë ditë. Po tani këto ti. emra. Dëgjoj aty në Instagram nxjerr me emra aty. Aty jam pak më safe. Aty jam broj. Nuk kanë pasur një suri pozitive. Që kanë pasur? Nuk kanë pasur një suri pozitive nga fama e tyre. Këtë vit. Përgjithsisht këtë vit, ose gjatë tyre viteve të fundit, që fama që ata kanë fituar nuk ka qenë një, po themi, ndihmë për ta, por duket se i ka lënë pas dore. Po shiko, shumica e personazheve që kanë qenë në reality show nuk kanë pasur boom. Siç janë mësuar të kishin me Big Brotherin e parë dhe të dytë. Kanë qenë, nëse në Big Brotherin e parë dhe të dytë ne kemi pasur, pra 80% e personazheve kishin një vit të suksesshëm në fushat e tyre përkatëse. Tani është ndryshuar përqindja. Mos Tani kemi ka shumë njerëz që dalin nga reality-t? Sigur, përveç kësaj është overproduction, mbi prodhim. Po pra, këtë Në momentin që mbi prodhon, publiku e ka të vështirë të marrë thelbin e gjithë secilit. Plus që varet edhe pastaj dhe si e përdor. Për shembull, kishim rastin e Jul Detës ka vjet që zgjodhi që të ishte moderator në Fix Fare. Ndërkohë ne kishim përqëmërinë që të bënte shfaqje në teatr, të ishte prezent në kinematografi më shpesh, por nuk ndodhi. Egla Ceno nga ana tjetër, po ashtu u hizua brenda shumë pak kohë. Kryesisht shumica e personazheve të atij edicioni ose zgjodhen të ishin në hije, që kjo është gjendja e tyre personale, dhe nuk është për të gjykuar, ose mbetën në hije. Ka një pyetje që është bërë shpesh edhe përpara pak kohësh se të fillonte ky edicion Big Brother. Ledion Liço dhe apo Arbana Osmani? Po unë këta kam thënë që kur iku Arbana Osmani nga drejtimi i Big Brotherit, edhe mua më pëlqen shumë vetja se jam shumë konsistent me mendimet e mia. Arbana u lidh shumë me formatin e Big Brotherit, edhe njerëzit u lidhëm bashkë me Arbanën, sepse, se me thënë, ishte e vetmja mundësi që kishin. Pra nuk kishin një alternativë. Dhe ndërkohë me ikjen e Arbanës, ardha e Ledionit fillim u paragjykua. Por ka një gjë, kur ti e paragjykon, ti nuk e di si është në të vërtetë. Dhe Ledioni... Mendon që u paragjykua? Sigurisht u paragjykua. Njerëzit mendonin që Ledioni nuk do ta zëvendësonte kurrë Arbanën, po ndërkohë që në prajmin e parë, ti kishe ndryshimin e opinionit të shumicës së publikut, pra që mendonin që po. Po ti mendon që publiku është i ndarë në dy pjesë? Jo, është gjithmonë do jetë i ndarë. Është i ndarë në dy pjesë, sigurisht, por mendoj që shumica favorizon Ledionin krahas Arbanës, sidomos pas programit të ri që bën Arbana mi mbrëmja yje, njerëzit janë akoma më të bindur që Ledioni është... Mendoj që Arbanës i mungon Big Brother? A i mungon Big Brotherit Arbana, apo Arbana Big Brotherit? Jo, Arbanës i mungon Big Brother. Po, i mungon. I mungon. I mungon. Është më thënë dashuria vjetër. Dhe në mendimin tim... E reflekton këtë gjë? Sigurisht që e reflekton. Dhe më thënë, ka pasur disa episode në Mi mbrëmja hyje që publiku ka dalë vetë në konkluzione pa që nevoja për të pasur një ndërmjetës në nxjerrjen e konkluzionit,
që Po mirë, këtu nuk ka asgjë të keqe. Domethënë që Jo, unë dikush, shoh. domethënë Shiko, gjëja e keqe nis në momentin ta që duash një program, No, gjëja e keqe nis në momentin që ti përpiqesh të ulësh vendin në të cilin ti ke qenë. Pra, edhe ta sulmosh në mënyrë indirekte, sigurisht Arbana asnjëherë nuk e ka sulmuar topin në mënyrë direkte. Por, në një program që është njësoj sikur të ka vijë. patur në fakt një Shiko, reagim është njësoj sikur të Bledi vijë, Mane sikur të që sikur sonte të padrejta atë që është ajo njësoj sikur të bën. vijon tani në programin Po. tënd dhe të shaj televizionin Klan. Praktikisht e ke bërë ti këtë gjën. Jo, unë nuk Ma ke dhënë mua normalisht po, do Po, ma kisha ke dhënë, një po ti je dëgjon, autori. nëse do kishe një pakënaqësi me televizionin fjalë, mund ta thuash, po unë do thosha Po ti do bëj oponencën tënde. patjetër. Sigurisht, por në momentin që ti nuk bën oponencën, Klanin e kemi xham. sigurisht edhe Klanin dhe Topin. Patjetër. Me gjithë. Të gjithë, jo, realisht, po unë kam një parim edhe këtë po përfitoj ta them tani se kjo me ty e dihesh do ishte pak intervistë. Ndonjëherë këto intervista që duket si më të thjeshta, janë dhe pak më të vështira sepse kur po përmenden emrat gjithmonë janë si dhe reagime. Lindin vend edhe për Eksakt. kishtim. Se ndonjëherë është më lehtë pyesësh një super emër për jetën e vet, ai vetë ka jetë vet se sa do të thosha vetëm këtë që unë duhet të jem korrekt me aq sa mund të jemi korrekt, po disa gjëra dhe disa pyetje Shiko, kemi se të mos t'i bëjmë. Odrine, Kështu që- unë jam i këtij parimi, nisur edhe nga festivali i fundit. Në një që mos ta kalojmë të festivalit, okay, se e kam një pyetje në vetë. Ja. Okay. Big Brother Kosova apo Big Brother Shqipëria? Kam përshtypjen kjo është pyetje që është pyetje retorike. Ashtu? Shiko, sigurisht që është Big Brotheri shqiptar, Joni. Kjo nisur edhe nga eksperienca shumë vjeçare që Top Channel ka, nisur edhe nga investimi që Top Channel bën në resurse, në teknologji, në logjistik që bën për këtë program, nga kreativiteti që Topi zgjedh të përthithi, dhe sigurisht që e bën shumë lart, por Big Brother Kosova ka një lloj përpiqet, dhe kjo duhet vlerësuar. Ka një përpjekje për të ngritur, për të ecur përpara, ka një përpjekje për të sfiduar veten, dhe kjo është për të vlerësuar. Sigurisht nuk e parakalon, është si fëmia me babain. Domethënë është akoma, domethënë kemi të bëjmë me një Big Brother që është në moshën 35 vjeçare, dhe kemi me një Big Brother tjetër që është në moshën 10 vjeçare, por ti duhet ta vlerësosh edhe për përpjekjet e 10 vjeçarit për të ecur përpara. Pavarësisht se nuk do ta kaloj dot 30 vjeçarin. Domethënë është çështje prodhimi, çështje prodhimi, mendësie, është surie, po pyetja, a ka hyrë Big Brother Kosova në territorin shqiptar? Është më shumë prezent apo? Big Brother i Kosovës hyn në territorin shqiptar kur nuk ka Big Brother në territorin. Në momentin që është Në momentin që nis programi pastaj po kjo tentativa për të pasur personazhe dhe të Kosovës dhe të Shqipërisë në të dy anët bëhet për të tërhequr sa më shumë audiencë? Sigurisht. Është një lloj hile e produksionit? Nuk është hile, po është parimore, kam përshtypjen. Përfaqësimi, pra, për të pasur sa më shumë përfaqësim. Është përfaqësimi sepse do ishte e dëmshme për të dyja vendet, nëse bëhet një Big Brother Kosovë vetëm me persona nga Kosova, dhe bëhet një Big Brother nga Shqipëria, po them, më mirë një Big Brother Tirana dhe Big Brother Prishtina, se nuk pëlqen kjo Big Brother Kosova, Big Brother Shqipëria. Po, mirë, okay. Dhe të bëhet një Big Brother në Tiranë vetëm me personazhe nga Shqipëria. Se më kujtua ajo batuta që u flas dy gjuhë. Po, dy gjuhë. Gjuhën kosovare dhe gjuhën shqiptare. Po. Po atë u amor. Çfarë nuk dëgjon në këtë reality, ë? Po atë kemi gjuhë emisi neve. Këtë deklaratën, e kemi gjuhë emisi, ka thënë emisi atje në Ari. Dakor, po. Përgjithësi edhe në reality ka gjëra që marrin shumë vëmendje. Dhe me qëra fjalë tek reality, domethënë për reality po flasim, po tek mënyra si ideohen dhe prodhohen. Kush është vllai i madh në një reality? Nuk ka vetëm një vëlla të madh. Ka një familje që është vllai i madh. Dhe kjo është kam përshtypjen që është e bindur. Çfarë kuptimi? Familja. Domethënë ke një staf autorësh, po, të cilët organizojnë lojrat, dënimet, sfidat, edhe merren me gjithë pjesën organizative. Sigurisht ka një producent ose producente që merret me vendime, pra që mban peshën kryesore. Kush është në këtë rast në Shqipëri? Në Shqipëri producente e Big Brotherit shqiptare janë dy motrat Hoxha, Lori Hoxha dhe Sara Hoxha. Okay. Kryesisht Sara Hoxha. Ndërkohë në Kosovë ka të gënjej nuk kam informacion kush është producent, por di që autore është Olca Muhameti. Okej. Dhe si thua vllai i madh vendos
narrativën e zhvillimit të ngjarjeve për Ti një di më publik mirë se unë, ti ke qenë pjesë. Jo, po unë kam qenë si pjesë Ti do se ta dish, ti do lojës, të kesh marrë po i qym lojë, po. Po fati im është që në këtë rast i bëj unë pyetje. Okej. Mirë. Pse e pranova, pra? Bëshaka. Shiko, unë besoj dhe unë mendoj dhe unë jam i sigurt që bëhet fjalë për punë në grup, nuk ka punë individuale. Është një punë në grup që merren mendimet edhe pastaj vendoset. Mendon që mund të ketë deviacione nga suksesi dikujt? Çfarë thot? Orientohet mbështetja më shumë drejt një personazhi që produksioni do se sa drejt. Ajo është e paparashikuar, gjithmonë ka teorira konspirative. Dhe këta e pam dhe te Kazerma, te filmi Kazerma që e pasqyronte. Gjithmonë ka teori konspirative, po unë mendoj që loja është shumë e paparashikueshme aty brenda, ngjarjet janë shumë të paparashikueshme, publiku është shumë i paparashikueshëm, pra produksioni mund të favorizoj andin, dhe ndodh një situatë aty dhe ngrihet drini. Që do të thotë nuk llogaritet. Mund të ketë tentativa, por nuk është definitive, sepse varet e gjitha nga situata konkrete dhe mund të ndodhë që publiku të mos e pëlqejë atë personazh, sa do të përpiqet produksioni. Si duhet të jetë një fitues i Big Brotherit në këndvështrimin tënd? Ke pëshertir shumë herë në këtë emision. Ndroj këmbën. Shiko, ka një diferencë mes asaj që dua unë dhe asaj që do publiku. Jo, si duhet të jetë, domethënë që ta kuptojmë. Shiko, prandaj ta thash, ka një diferencë mes asaj që mendoj unë që duhet dhe asaj që publiku do. Asaj që dua unë është njëri që duhet të përçojë vlera dhe duhet të jetë ai që të drejtoj masën, publikun. Por ndodh që është ai që përfaqëson masën dhe këto janë dy tipologji personazh të ndryshëm. E di. Sepse ai që përfaqëson masën nuk do të thonë që është i aftë për të drejtuar masën, por masa tërheq atë. Ose masa e mban. Po pse do ta drejtojë masën ai që? Unë mendoj që shoqëria ka nevojë për modele, sidomos shoqëria shqiptare e cila vuan për modele të suksesshme. Nuk dua të ngjaj nga ato që bëjnë moral, por kjo është e vërteta. Pra, një nga gjërat që unë kam kundërshtuar vitin këtë vit në Big Brother ishte fakti që pranohej që Gjesti pranonte që ishte i pashkolluar edhe kjo ishte okay. Për mua kjo nuk qëndron. Ne duhet t'i japim shoqërisë. Unë personalisht duhet t'i ofroj shoqërisë që më ndjek, ti nga ana tjetër, të gjithë ne të tjerë, të gjithë mediumet, duhet t'i japin shoqërisë modele të sakta dhe pastaj shoqëria zgjedh. Po atëherë pyetja është Big Brother na dëmton apo na argëton? Jo, Big Brother ty të jep mundësinë për të zgjedhur dhe ti zgjedh a do dikë që të dëmton apo do dikë që Jo, po ajo që ty të vjen nuk është zgjedhje, sepse të vjen në forma të ndryshme. Jo, po Big Brother ty të jep 16 zgjedhje. E ke ti në dorë për të zgjedhur këtë. Cilin model thua është modeli që pra ti ke 16 banor dhe janë 16 modele. Dhe ti zgjedh kush të pëlqen. Ka nisur Big Brotheri, është shumë herët akoma, megjithatë. Shumë herët. Është shumë herët, do jetë një rrugë shumë e gjatë, kam përshtypjen. Ne përgatitemi për të mbaruar në mars, mbaron maj. Ti ke netët e gjata kur ka prime një herë. E marta dhe shtuna. Janë ditë pune. Si duken personazhet të vit? Në përgjithësi. Shiko, unë gjithmonë sa herë nis Big Brother, të gjithë njerëzit janë kush janë këta, pse i futën dhe përfundojnë që 2 javë më vonë të gjithë vdesin. I dashurojnë, po. Lidhen ngushtisht me ta, po. Shiko, kasti shumë mua më pëlqen, është interesant. Sigurisht, është një personazh që unë jam i dyzuar, do doja që të ishte aty brenda apo jo që është Ilir Vrenozi, dhe jo se paragjykoj për backgroundin e tij më shumë se sa duke njohur paparashikueshmërinë e tij, që e kemi parë në rrjetet sociale, dhe këtë e dim të gjithë. Dhe nuk e di a do arrijë produksioni ta menaxhojë aty brenda. Kjo është pikpyetja ime. Jo për çfarë përfaqëson, për asgjë tjetër nuk paragjykoj askënd, por vetëm për atë që sapo thash. Është një kast interesant, janë të gjithë, si më thënë, pak shumë i njëjti nivel, pritën të hyjnë banor të rinj në prime-in e 2 janarit pritën të hyjnë banor të rinj, mund të hyjnë banor të rinj të personazhe të tjerë, kështu që mund të diversifikojë. Formula parashikon hyrjen edhe në faza të tjera. Edhe në faza të tjera. Se Gjesti hyri vonë kam përshtypjen kur ka hyrë. Unë më shumë se sa castin, unë preferoj që të ketë dinamika nga autorësia, pra autorët të jenë më kreative dhe të jenë, si më thënë, më fleksibël në përdorimin e situatave të caktuara brenda në shtëpi, sa të zgjedhin, pra të jenë Big Brotheri është një format që ngjarjet, si më thënë, lindin nga dikush.
dhe jo nga banorët, detyrimisht banorët brenda. Nëse lihet në dorën e banorëve, situatat janë shumë të vakta. Po pra, duhet një Pra, dhe eksperienca autorëve të tjerë në vitet e kaluara të Big Brotherit, këtë na ka treguar që janë autorët, që janë të aftë, si më thënë, është, e ke parasysh ku ndes zjarrin me gur, domethënë duhet i japësh atë shkëndijën e parë që të marri pastaj gjë. Se po ta lësh të ndezi vet ai. Po, cilët janë disa nga personazhet që ndezin aty brenda? Unë mendoj që Miri West Side Family, Gjikja, është një personazh që ndez. Stine nga ana tjetër, duke njohur gjithë backgroundin e tij, nuk mendoj që duhet të ndërsuar. Nga ana tjetër, unë mendoj që edhe Angelo Haruni është një djalizuar, edhe ai do krijojë situata brenda. Nga ana tjetër, edhe Bajamja. Unë nuk e di pse njerëzit Bajame si ti. I Bajame si ti. Si tha Ilir. Po pra, jam i lajthisi dhe pastaj Kristi Lama. Pavarësisht se njerëzit e kanë paragjykuar në fillim, kanë thënë që ai do dalë shumë shpejt. Unë nuk mendoj që ai do dalë shumë shpejt. Ai mua më duket shumë tentar, kuptimin Bajamja. Bajamja. Shikon që po e paragjykon dhe ti? Prit. Jo, nuk e paragjykoj. A do e vëm bast? Identifiko. Ti thua që nuk do dali shpejt. Jo. Ta bëjmë një bast një? Hajde bëjmë një bast. Me çfarë? Me një disa orë. Me shishe, nëse me got. Hajde, pra. E kemi gëzuar. Për Bajamen. Shkojmë si do shkoj fati Bajamen, se kemi një bast online. Shallas na vin Duket se ka pak, jo, nuk besoj. Edhe ndërkohë dhe vajzat nga ana tjetër janë shumë interesante. Brikena, misi i famshëm i dy gjuhëve. Po. Është shumë fani dhe audienca online gja e ka mirëpritur. Nga ana tjetër ka pëlqyer për atë po. Se bëj dot, s'kam si ta bëj. Ske. Atë po. Po. Por edhe në situata të caktuara që është fani. Është fani, vërtet? Po. Gjatë disa nga videot e saj janë bërë virale nga situatat aty brenda. Lorna nga ana tjetër. Vajza që ka lënë New York. Vajza e zuar që ka lënë New Yorkun për kasharin. Okej. Edhe Sabina nga ana tjetër, Sabina Mete, vajza e sportit, gazetare sportive. Nuk e di, kam harruar njëri tjetër. Lore është vajzë simpatike. Është simpatike, nuk mendoj që do jetë aq lojtare në një niveli më të lartë se tre vajzat që përmenda. Megjithatë një profil spikatur kam përshtypjen si këngëtare. Interesante. Po. A ndodh që të ketë personazhe të cilët duke u përplasur të ngrihen më shumë, pra duhet të kuptoj pak këtë. Kjo është ABC-ja e programeve të tilla. Pra në momentin që ti godet dikë, ose në momentin që ti sulmon dikë, ti nuk po bën asgjë tjetër përveç se ti po e ngre dhe faktorizon. Sigurisht nëse ai është i aftë ta përdori këtë gjë. Pra edhe përdorimi jashtë. Pra nëse një personazh fillon jo vetëm fiton popularitet, po edhe ndoshta mund të sulmohet jashtë. Sërish, ai ka vëmendjen. Pra vëmendja është një nga armët më të suksesshme aty brenda. Dikush që arrin të tërheqë vëmendjen, faktorizohet dhe duke u faktorizuar e ka më të vështirë për dalë jashtë. Personat e tjerë pastaj që duan të tregojnë si e shpjegon, po e kuptova. Si e shpjegon këtë pjesën e mbajtjes së kurorit të mbretit reality show nga Luizi Elli akoma? Ka një shpjegim që nuk akoma. Unë mendoj që kurora kalon vit pas viti tek çdo fitues. Jo, kurora në këtë kuptim që akoma nuk është krijuar një figurë që mbase ta. Po, shiko, ai Big Brother është, si më thon Big Brother unik për gjithë mënyrën e vet si u trajtua, pra nuk është se ishte një Big Brother normal. Pra të gjitha situatat ishin anormale, që nga deklaratat e sëmundjes, që nga analizat, që nga situatat më vonë pastaj aty brenda, që nga rasti i Lavamanit, pra janë ngjarje shumë anormale, që nëse do t'i bënte ndoshta dikush një autor tjetër, ndoshta s'do kishin të njëjtin rezultat, që do të trajtonte një autor tjetër. Kështu që unë mendoj që ne jemi shumë nostalgjik. Si popull e kemi të vështirë t'i lëshojmë idhujt, kur i krijojmë ata dhe kur i ngjisim në piedestal, prandaj politikanët tanë kanë po plakën dhe po vdesin në poltronat e kuvendit. Kështu që unë mendoj që kurora në fakt kalon vit pas viti, si kurora e festivaleve, nuk e di pse po vdes kalon te festivali, po. Po se është ngjarje apo te kamagjike që kalon vit pas viti, kush do që fiton merr kurorën. Sigurisht, për ta thënë Luizi nuk është në kulmin e famës vet. Duhet të pyes për një ngjarje, e lëm pak reality-n, mos flasim vetëm për të, të pyes pak po për një ndarje që ka bërë jo pak zhurmë. Okej, prit.
Nuk e di ku i shkoj mendja apo. A pra ku? Princi. O, zoti i madh. Tash çaj ishte. Dhe kjo është bërë publike se për atë ndarjen tjetër do të pyes pak më vonë. Pse u bë kaq shumë zhurmë këtë çështjen e Princit, edhe ndarjes dhe këto dy zonjave Është një fenomen shumë interesant. u morën edhe Arbana në emision atë. Është një fenomen shumë interesant. Shoqëria jonë e ka shumë vështirë të përballet me fake newsin, ndryshe nga shoqëri të tjera. Dhe ne besim çdo gjë që na kënaq ne. Kush Kjo ishte e në vërtetë. kras fake newsin? Fake newsi ishte që Princi ka trastuar Elian me fotografen. Një gjë që është mohuar nga të dy palët, pra dhe nga Elia edhe nga Princi. Do të thotë s'ka tradhtu njëri. Timeline-i është shumë i thjeshtë. Princi dhe Elia kanë qenë në një marrëdhënie jo të mirë prej kohësh. Po, Ka ndodhur ndarja dhe Princi ka filluar të njihet me fotografen. kaq. Kjo është që e pranuar nga Elia. Pra Po. nuk është që e thot, se po ta thot Princi sigurisht që ka një lloj dyshimi, se thot okay. Po Princi vetë çfarë thot? Të njëjtën gjë, Po. sepse është në dokument gjykate. Po ku është problemi këtu? Por jo. Çfarë thon shqiptarët? Çfarë thon? Shqiptarët thonë e ka tradhtuar. Ajo ka qenë fotografja të Duhet shi. pak dram tani. Duhet pak telenovel turke. Po, pra. Si do është? Dhe Unë të shakave, sepse me gjithë respektin për personat. Çfarë ka ndodhur? në Jo, kjo është e Po. vërteta. Domethënë kaq është e vërteta. Pra kemi të bëjmë me një çift Po. i cili ka pasur Ka mbaruar probleme. historinë e tyre dashurisë. Ka mbaruar historia e Po. tyre në mënyrën se si ka mbaruar historia e Si tyre. ka, shumë personale Është kjo, çështja e po. tyre, Po. pavarësisht se u bë publike. Ka bërë një Ata tërë. ata kanë jetuar për një kohë të ndarë nga njëri tjetri pa e bërë publike, kanë jetuar në ambiente të ndryshme, nuk kanë frekuentuar njëri tjetrin dhe kanë një çift që ka zgjedhur të ndahet edhe pa e bërë publikisht, ka gjithë të drejtën e vet të vazhdojë jetën e vet, secili nga partnerët. Siç ka vazhduar Princi, të njëjtën gjë ka të drejtë ta bëjë Elia, për sa kohë ata kanë zgjedhur. Po marrëdhëniet mes dy zonjave në fjalë janë besoj nuk janë normale. Këtë nuk e di, po, normalisht nuk ku ndodh që ishi Po, dhe jo. aktualja të kenë marrëdhënie shumë të mira. Jo, nëse ka mbaruar kaq normalisht kjo dashuria, Nuk ka mbaruar normalisht sepse ne kishim situatën që ata përfunduan në gjykat, që ishte video e famshme që qarkulloi, domethënë, prandaj thash, marrëdhënia e tyre ka përfunduar si ka përfunduar, por nuk ka qenë një person i tretë që ka hyrë në mes. Siç preferohet që të trajtohet. Dhe pra, ne kemi të bëjmë këtu me një fakt të pranuar nga të dyja palët dhe kemi të bëjmë me një audiencë që refuzon faktin dhe shkon me një fakt të rrem. E kupton? Jo, domethënë e kuptoj sepse pranoj versionin që Nuk është versionim. jo, versionin që qarkullon. është version i pranuar në pranuar gjykat. nga Është në ata, gjykat, po. është fakt. Megjithatë, një tjetër personazh që ka marrë vëmendje gjatë këtij viti për shkak të memeve apo deklaratave që u bën meme, pastaj është Elsa Lila. Që votat janë bler. Votat janë bler apo si janë bler tani? Tani këtë ne kemi unë spunoj as një nga kompanitë celulare që merret me për batut. Është Po, shiko, unë mendoj që çdo kush që bën një deklaratë të tillë duhet ta faktojë. Përkundrazi, do të bie prej spekulimeve. Pra, nëse unë them që Drini Zeqëm ka marrë emisionin, unë do ta pyes mirë veten para se të dalë në këtë deklaratë. Nëse unë kam vetëm fjalë, po. kjo do të jetë thjesht një tymnaj, nuk do jetë një gjë e faktuar. Unë ndoshta nga profesioni ne na ndodh kjo që jemi shumë simpatizant të fakteve. Pra, nëse nuk ke një fakt, Jo, faktet janë empirike, thoshte, provat janë empirike, thoshte. po provat i mlodhe për vete Elsa. Po, jo nëse, po, ideja është kjo që Elsa duhet pyesja pak për Elsën, se ti e njeh mirë personazhet. Ka një Elsa nuk e ngarkesë. njoh ai shumë, me thënë drejtën, nuk kam një marrëdhënie shumë të afërt, e njoh nga ekrani, e pëlqej shumë si artiste, po nuk kam një marrëdhënie shumë të ngushtë. Kam një Duket marrëdhënie pak korrekte. pastaj edhe një deklaratë që më kanë E ka fajin Arbana. Ka fajin Këta janë pastaj janë damage control që përpiqen të bën. Shiko, unë mendoj që artistët duhet të lëvizin, të ecin para gjërave që u ndodhin në karrierë. Për shembull, ky ishte rasti i Elsës, është rasti i Elvanës që ka ngelur akoma në festivalin e 2019-s dhe kjo është dukshëm kur në mbrëmjen e parë të këtij festivali postoi promën e koncertit të saj në po që do organizoj, po. Do organizoj. Ka shumë këngëtare që mund të jenë bërë padrejtësira në të dyja festivalet, mund të kenë merituar të fitojnë, por nuk kanë fituar për arsye të ndryshme dhe vazhdojnë të ngelin akoma. Unë u them të gjithë dhe u them dhe personalisht, move on. Jeta vazhdon. Okej.
Meqense dolëm tamam fiks te ky moment i festivalit, Si e kam prit, se nuk e di dhe pse, po. ishe jo pak larg festivalit. Si ishte ky festival? Unë personalisht e kam gjykuar këtë festival duke e ditur kushtet në të cilat është zhvilluar ky festival. Ky festival është zhvilluar në kushtet që është miratuar buxheti një javë para se të fillonte nata e parë e festivalit. Që do thotë puna teknike nuk nis pa një miratim buxheti. Okej. Pra puna ka nisur në kohë shumë të shkurtër. Pra regjizori nuk ka pasur kohë të bëjë prova mjaftueshëm, moderatorët nga ana tjetër, sepse nuk kanë qenë firmosur kontratat. Kjo detyrimisht ka bërë që Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar. Mirë se moderatorët gjithmonë nuk janë me sa di unë se unë kam qenë një nga prezantuesët. Po 3 ditë prova ke bërë ti? Meqense ra ky muhabet, Ra ky. meqense ka qenë 20 vjet përpara. Po ti sa ditë prova ke bërë për shembull? Unë kam bërë një 4 ditë prova, 3-4 ditë prova i kam bërë, po. Aq më na kanë thënë përpara të gjithëve. Kam përshtypjen që aq. A është mjaftueshëm? Unë e kam prezantuar me Sony Mala në festivalin e 44-të në TVSH dhe për ironi të fatit, meqense unë shumë pak e them këtë gjë, po është mirë ta kujtojmë pas here, e di kush ka fituar atë festival? Luiz Eli. Është një ironi shumë e bukur në fakt, ironi. Është një lojë e bukur personazhesh. Edhe shumë vite më përpara. Ka fituar në këngën Flakë zjarr, po. Po do të thosha zjarr e ftohtë more. Jo, Flakë zjarr apo zjarr e ftohtë? Zjarr e ftohtë more. Mirë, se nga trova do të s'pas kemi bërë shumë prova. Ti me emra Simonik Kremalli. Për ta mbyllur këtë pjesën e festivalit, domethënë festivalet komentohen gjithmonë. Festivalet janë kthyer në stres kombëtar për të gjithë. Kjo është fjalia që e përshkruan. Artistët sot nuk është ngjarja më e bukur, po themi e muzikës. Ka qenë një nga ngjarjet më të bukura. Po nuk shijohet. Pse? Sepse artistët shkojnë vetëm iden për të fituar, jo për të sjellë një produkt cilësor. Shkojnë vetëm për të fituar. Nuk investohen që i gjitha i produkti tyre të jetë i bukur, të jetë dinjitoz dhe të ndihen krenar për të. Shkojnë për të fituar, e para, e ta mbaroj. E dyta, ne si publik kemi tendencën që sa të dalin këngët time me lapse letër, ku stonoj drini, ku shkoj keq me ëndin, çfarë nuk shkoj. Dhe është e pamundur që një këngë ti ta pëlqesh, është e pamundur. Ka raste që ti një këngë e pëlqen që në dëgjimin e parë. Ka këngë që ti të pëlqen në dëgjimin e 10 dhe ti e adhuron si këngë. Pra, festivalit kaloi nata jo, po këngët dalin përpara. Mirë. Dalin përpara dhe ti ke mundësi ti përthithësh këngët. Pra, unë edhe këtë vit kam thënë, këdo që i takoja se më thonin shumë stres, po kush e bën stresin? Ju e bëni festivalin, ju e bëni stresin. Festivali është për të kënaqur, është për të shijuar, fiton më i miri. Më ka pëlqyer shumë një shprehje para Shevit Simakut që në një lajm me Elton Ilirianin, po thoshte, nëse nuk të pëlqen kënga fituese, mos fol. Mos e Ka rëndësi një humbës me dinjitet, sa një humbës që ankohet. E para dhe dyta, ajo nuk është gjykat. Para Shevia në fakt do ta kishte bërë një këngë në këtë festival. Nuk e dihet vitin tjetër ndoshta. Thua? Di diçka? Qofse do që Elton Iliriani të më vras, okej, vazhdo me pyet. Jo, vrasje jo, nuk I përshëndesim se e di që do na ndjekin. Vrasje jo, por përshëndesim gjithë. Kam një pyetje për një ndarje nga jeta që ka ndodhur shumë kohë më parë për Shpat Kasapin. Na bësh qajm tani? Jo, nuk do të bëj qajm, po çfarë dihet, çfarë u mësua, çfarë Unë mendoj që ka qenë ngjarja më tragjike e vitit. Do të ngjarja më e trishtë e vitit. Këtë vit kemi pasur disa humbje, por gjithmonë kur humbin jetën artistët është më rënd për një shoqëri sepse artistët lidhen më shumë me një shoqëri se sa me një politikan apo një biznesmen. Sidomos kur bëhet fjalë për një artist në moshë të re që ka prodhuar hite dhe ka rritur breza, pra brezi im është rritur me këngët e Shpatit, ashtu sikurse me këngët e Ermalit e të tjerë, po humbja e Shpatit. Do ishte dhe një nga personazhet që do hynte në Big Brother. Do hynte në Big Brother, por kjo për mua është detaj. Po. Nuk më shumë se sa dakor. Jeta një artisti që i ka dhënë goxha. Po ajo është prekse për arsyeën se ai do të hynte që donte të niste një kapitull të ri të jetës vet për djalin e vet. Po kishte një problematik shëndetësore djali? Kjo pastaj është një nga ato ngjarje të shëmtuara që ndodh dhe kjo ndodh zakonisht në Shqipëri që dalin shumë personazhe dhe thonë secili thot nga një version akoma pa u bërë të tretat e të ndjerit. Edhe nuk e di pse ndodh kjo. Mbase vetë ai nuk ka preferuar që të thotë diçka. Për sa kohë Shpati vet nuk është shprehur për djalin e tij, nuk mendoj që askujt nuk i takon për vetë stemës vet që të flas me bindje.
Unë mendoj që atë periudhë duhet ishte respektuar zia për shpatin dhe unë personalisht kam humbur miq në moshë të re, edhe gjëja e fundit që kam dashur të bëj është të dal nga shtëpia, jo të dal në televizion apo në Instagram dhe të bëj deklarata. Prandaj kam parë gjithmonë me skepticizëm të gjithë njerëzit që okay, për shpatin po, miqtë e tij të ngushtë po, por dhënjet e deklaratave një pas njëshme, për mua nuk janë shumë të këndshme sepse ky është mendimi personal. Jo, unë kam një shqetësim tjetër që lidhet Që ti mendon që e përdorin në situatën për vëmendje. Kështu do jetë Ky është opinioni im, në fakt e kam bërë dhe një reagim të shkurtër online që mezi presin sa, domethënë në atë momentin kur dikush ndahet nga jeta dhe direkt nxjerrin ato fotot që kanë me të jo, i kërkojnë. Kjo është normale, pra kur dikush ndron jetë, ti do shprehësh ngushëllimin tënd, do postosh një foto me të. Kjo është fajin. Unë e kam me nxjerrjen detaje, pra detaje komplet pa nevojshme. Pra ne na interesonte fare, sidomos në ato momente, gjendja shëndetësore e djalit të shpatit. Ishte informacioni i fundit që na interesonte. Shpatin edhe unë kam patur ato njohjen time, por aq takime sa që kemi patur, për dhe familjarëve, patjetër që urojmë ngushëllime dhe shprehem Ky vit i ri do jetë kjo datë 31 do të shijoj ndryshe për ta. Tani unë them ta mbyllim me një tjetër. Ta se themi një këngë. Po këngë, ku ta gjejmë këngën tani? Po thash pale, thash doja të këndoja unë. Do të mbyllim me një këngë nga Bajami. Të kthej 2026 ta mbrapsht, këllë jo në Bajami vi. prap. Late night, late night, late night in blood, late night in blood. Dëgjoj, dreni urime për këtë super produksion një herë me gjithë ta njerëz profesionistë që ke aty. Pa çdo themi varilisht, nuk të habitet më mileti me Me mua. këtë tha kjo tash s'ka më kuptim asnjë gjë tani. Po shi sa mirë. A bërë punë Se fantastike. mirë kaq pjesh kësa sonte në herë. Okay guys, si që po zakoni, jemi për 3, 2, 1. Ka pëlqyer gjithmonë profili i saj, sepse mbase e kam dashur qysh i ri dhe qysh në nisje të këtij episodi do t'rregoj një detaj që e kam përmendur edhe një herë, por këtë herë dua ta them në një program timin. Ishte një nga verat e viteve 2000, kam qenë në Dërmi dhe flas në telefon me personazhin që do ta prezantoj vetëm pas pak. Dhe më thotë, ç'a bën? Thotë, jam me pushime. Pse nuk vjen, thotë, bësh një provë në radio. Unë nuk kisha filluar akoma punë atëherë në radio, pavarësisht disa eksperiencave të vogla në televizion. Shkoj bëj një provë në radio, zërin e pëlqyen dhe fillova punën time të parë në Radio Plus 2. Personazhi që më mori në telefon atëherë dhe që ka një ndikim të qëndësishëm në gjithë rrjedhën që mori karriera ime, është Dasara Karajskaja. Faleminderit. Nuk Dhe të ta thosha kështu. Jo, faleminderit, nuk ka pasur ndikim se ti pastaj e ke ecur përpara se e kam dashur gjithmonë atë anën tënde ambicioze, jo në kuptimin e keq të fjalës, ke qenë më kërkues, jo ambicioz. Fiks fjalator do ishte kërkues. Është shumë e çuditshme se si jeta merr ndonjëherë merr një rrjedhë të caktuar. Besonte kjo? Unë besoj në Zot një herë, kështu që për mua asgjë nuk është e rastësishme, ka gjithmonë një forcë më të madhe se sa ne që i bën gjërat për ne, ndonjëherë për mirë, ndonjëherë në kuptimin që varet, por nuk besoj te koincidenca. Për mua nuk ka asgjë që nuk është e rastësishme. Po, dhe në mënyrë rastësore. Edhe unë e mbaj mend shumë mirë atë telefonat. Edhe ke qenë duke më dëgjuar në radio në atë moment, aty ku isha. Edhe ne njiheshim që nga një projekt më përpara në një televizion që ishim ca aguridha që merrnin pjesë aty në një program rinor, edhe në atë kohë unë kisha një peshë shumë të madhe dhe isha shumë e vogël dhe vetë, kam qenë 19 vjeç dhe ishte sikur merdhe me porosi. Prandaj të them që ka qenë një gjë mbi ne. Ka qenë një periudhë shumë e bukur në fakt edhe ka qenë nisje shumë e mirë. Radio, aty bën akoma radio. Kam përshtypjen që ke bërë vazhdimisht, nuk e larguar asnjëherë nga radio. Jam larguar kur fillova punë në redaksi në televizion dhe që bëja kronika lajmesh, edhe aty puna është shumë e vështirë sepse ka shumë intensitet, po pastaj u ktheva prapë. Po kam fjalën ke bërë je rikthyer gjithmonë radios. Dëgjoj Drini, ti e di shumë mirë që unë tani u bëra 5 vite punoj në një ambient shumë të mirë. Njerëzit që kam aty brenda unë, me të cilët
përballem çdo ditë, janë njerëz që i dua dhe më duan, që shkojmë Po shumë thua mirë. për Radio Klan. Po flas për Radio Klanin. Edhe është e çuditshme dhe dua ta them këtu ke ty këtë gjë dhe të lutem jepi zë po patë mundësi, se ky nuk është një mesazh ose nuk është një eksperiencë ime personale, po që dua t'i shkoj si mesazh gjithë publikut. Unë mendoj që jam një gazetare e mirë dhe në fakt profesioni im i vërtet ai për të cilin jam lodhur më shumë është gazetaria, por mua më ka dhënë Zoti dy atribute që nuk janë të mia, artikulimin dhe diksionin, zërin. Pra unë kam një zë tipik radiofonik dhe artikulim shumë të mirë. Atëherë, pse të mos bëj unë atë që më pëlqen, që më frymëzon, edhe që më lumturon. Dhe sikur në botë çdo njeri të bënte atë që ka dëshirë, bota do ishte një vend shumë i paqë dhe shumë i bukur. Dhe të lutem, dua t'i bëj një thirrje të gjithë njerëzve që më takojnë çdo ditë në rrugë dhe më thonë, pse s'futesh në Big Brother, pse s'bën një program televiziv, pse kjo, pse ajo, sepse unë jam aty ku dua dhe unë jam e përmbushur me punën që bëj. Dhe unë marr një lumturi shpirtërore që për mua është më e rëndësishme se sa fama. Megjithatë, megjithatë, jeta nuk është gjithmonë, domethënë rrjedhën tonë të jetës nuk është gjithmonë kaq e lehtë. Patjetër, po. Kam përshtypjen që ke pasur dhe ti periudha ku nuk ke qenë plotësuar siç do doje ti të ishe. Nuk kam marrë atë që kam merituar të, domethënë nuk më kanë dhënë atë që kam merituar që të më japin dhe kjo ka ndodhur shumë shpesh. Pse mendon që ndodh kjo? Ta thash në fillim të programit, ti ke qenë natyrë më kërkuese, kurse unë jam natyrë shumë emocionale dhe unë për gjërat që më emocionojnë e lë karrierën, si më thënë. Domethënë nuk jam natyrë që jetoj vetëm për profesionin tim. E kam filluar shumë e vogël, kam qenë 17 vjeç dhe ka qenë një gjë që e kam dashur dhe kam filluar me radion. Dhe gjithmonë e kam bërë punën kur më ka dhënë kënaqësi. Ditën që s'm ka dhënë kënaqësi, edhe sikur të mos largohesha vetë, gjendesha një formë për të larguar nga ajo punë. Edhe tani që jam edhe pak vitin tjetër bëj 45 vjeç, edhe e kam më të thjeshtë të kuptoj se kush jam, se njeriu kur është më i ri, po në këtë moshë do ishte turp të mos dinim sa na vlen lëkura ose kush jemi, edhe mendoj që kam bërë në gjithë ato dilemat e jetës që mund të ketë njeriu, ato që kam dashur deri. Tani ka dy gjëra që dua t'i them. E para që dukesh shumë mirë për moshën që ke. Faleminderit. Dhe e dyta që je njeri i bukur. Faleminderit. Është e rrallë që të takosh njerëz në jetën tënde që janë të bukur, përveç se si jashme patjetër, po edhe njerëz të bukur për energjinë që kanë, për mënyrën si manifestojnë gjërat, si i duan, si nuk i duan. Dhe me këtë dua të them që vërtetësia jote shpeshherë, mënyra se si ti qasesh ndaj gjërave, mënyra se si ti afron apo dhe i largon njerëzit, është e bukur dhe kjo të bën që ti je ti. Ndaj unë mendoj që ti je një karakter i veçantë dhe i dallueshëm nga të tjerët, dhe gëzohem shumë që je në jetën time dhe që ke qenë, si thua, në jetën time vazhdimisht, pavarësisht periudhave të caktuara. Unë falenderoj edhe kur e thot këtë një njeri që më njeh mirë, me të gjitha nuancat e mia, më emocionon edhe më tepër, sepse di që ti më njeh mirë dhe më njeh që kur kam të dy e njohim njëri tjetër që kemi qenë shumë të vegjël. Ka pasur çmimin e vet për të paguar shumë të lartë, më beso për këtë. Por pavarësisht se çmimi që më është dashur të paguaja shumë i lartë, ka qenë shumë i lartë, një gjë nuk ka ndryshuar përgjithmonë tek unë. Kam rënë në krevat, kam vënë kokën në jastik dhe kam thënë unë e ndjeva dhe e bëra kështu. Unë e largova filanin ose thash këtë gjë për filanin, sepse me të vërtet mendoj që është kështu. Në ndërgjegjën time mund ta kem gabim, absolutisht. Mund të jem penduar për njerëz që kam humbur gjatë jetës. Për këtë duhet të pyes, ke bërë gabime? Patjetër, por prandaj ta thash, domethënë dhe nëse do reflektoja që kam bërë gabime, i kam bërë padashje. Unë kur në jetën time nuk mendoj unë jam e sigurt për këtë, që unë kur në jetën time nuk kam pasur një njeriu me një qëllim X kur kam bërë diçka. Kur. Jam shumë e bindur për këtë. E kam bërë padashje, e kam bërë sa shoh e kam menduar në atë moment, po asnjëherë me paramendimin për të bërë keq. Si ke reaguar kur e ke kuptuar këtë gjë? Pra ke një kundra reagim, ke një moment kur thua që dal ta korrigjoj këtë gabim? Njerëzit nuk e dinë se sa emocionale jam unë, edhe se sa nuk jam në fakt në të vërtet rebele. Edhe thyem shumë shpejt, por kam pas, deri në një periudhë të caktuar të jetës më ka ndihmuar fakti që kam pas dashuri për jetën dhe kam thënë ndodhi kjo, po
Jeta ofron shumë, Po. kam qenë shumë optimiste. Po, me kalimin e kohë, viteve? kjo humbet, sepse humbet pak edhe me mosh, dhe sigurisht që me kohën që ka kaluar jam treguar më e kujdesshme në raport me njerëzit Si dhe të- di kush janë njerëzit që dua në jetën time. Si të ka trajtuar jeta? Jo mirë shpesh, megjithatë kanë qenë lëndime që më kanë dhënë njerëz që i kam dashur. Kaq është ajo që më ka ndodhur, por nëse do të logjikojmë dhe sidomos mënyrën se si perceptojmë të gjithë ne njerëzit pas Covidit, unë prindrit e mi i kam akoma shëndoshë mirë dhe pse kanë një farë moshe. Motra ime, vllai im gëzojmë shëndet plot dhe kuptoj që kënaqësitë dhe lumturia vërtet është kjo. Si sa i jeton jetën? Imagjinoje se në një program që zhvillohet mbrëmjeve dhe që ke pak mundësi për të analizuar mënyrën se si ti ndodhesh aktualisht e vendosur në jetën tënde. Kë ke më afër? Kush janë njerëzit që ti rrëfehesh, që qëndron gjithmonë konstant aty? Ka njerëz në jetën tënde të tillë? Sigurisht që ka, sepse ti e di shumë mirë që unë në raport me njerëzit kam investuar shumë fare. Por vi ka një moment në jetë që e kupton që si familja s'është askush. Dhe unë e kam lënë gjithmonë familjen time për gjithë njerëzit që kam njohur jashtë shtëpisë dhe mund t'i kem dashur. Në cilin do lloj raporti, ka qenë një raport romantik, dashurie, ka qenë një shoqe, një shok, një mik etj. Kam qenë gjithmonë aty me vrap duke lënë dashurinë e pjesëtarëve të familjes. Unë këtë nuk e bëj më. Tani që flasim, je dashuruar? Gëzuar. Jam shumë mirë. Gëzuar. Jam shumë mirë, por jam aq Po mirë. desh edhe mund mos pish se. Sa jo, unë do ta pij, se s'do ta pij. Disaron është shtëpia e parë që kemi pirë dhe bashkë ne të dy. Po na ndjekin rasti shumë të çuditshme. Po, kemi qenë të vegjël dhe atë kohë vetëm Disaron më dinim. S'kishim filluar akoma këto. Edhe jam shumë mirë, po nuk dua më. Je shumë mirë. Ne mora përgjigjen. Nëse Kam bërë gjithmonë shumë publike jetën time sepse unë kështu jam, e kupton, nuk kam asgjë për të fshehur tërë jetën. Kam bërë atë që kam ndier dhe nga që kam bërë atë që kam ndier, se kam pas problem, e kupton, dhe ta them. Mirë, po tani vërtet dua ta mbaj për vete boll, plus që kam vajzën. Nuk është pak. Që besoj është dashuria më e madhe në jetë. Absolutisht, po për këtë bie dakord çdo prind kanë përshtypjen. Po burri që ke dashur më shumë kush është? Jo, nuk them dot burri që kanë dashur më shumë, kam dashur shumë. Më shumë se një herë. Nuk ke një që ti mendon që dashuria më e madhe e jetës tënde? E çon si e kam, mbase si ja vlen. Jo, domethënë E kuptoj që e identifikon. Po more përgjigjen. Jo, në kokën tënde ti identifikon një personazh që vizitron mbi të tjerët. Ka një dashuri të madhe, si thua. E mendoja këtë deri ditën që kisha dhënë shumë dashuri dhe kisha marrë më pak se kisha dhënë dhe pastaj njëa një njerëz që më dha atë që meritoj. Edhe aty aty është pak më e vështirë. Dua të pyes për një gjë që ti mund të më japësh përgjigje, mendoj. Takon shumë njerëz, njeh shumë, ke kontakte, kalon kohë me njerëzit, e jeton qytetin. Po. Si janë sot marrëdhëniet në çift në këtë qytet? Me brezin e ri apo në përgjithësi po thua? Mendoj që ka ikur magjia, është shuar magjia. Edhe e kam thënë në disa raste, do e them edhe këtu tek ty prap, kur kam rënë në dashuri për herë të parë unë, merja djathin, e hidhja te plerat, merja vezat nga frigoriferi, hidhja te plerat dhe i thosha mamit, jam prishur vezët, duhet të blejmë të tjera sepse ishte e vetmja formë që të dilja nga shtëpia dhe ta shikoja atë djalin që doja. Sot çdo gjë është e bombarduar nëpërmjet teknologjisë, edhe është shuar magjia sepse ti e ke çdo gjë shumë të kollajshme, më kupton? Pavarësisht se ndjenja nuk ndryshon. Tani dashurojnë prap njerëzit. Ka dashuri të madhe? Dashurojnë, por nëse do flasim për shoqërinë shqiptare konkretisht, ka degenerim shumë të madh, ekstrem. Çfarë do thotë kjo? Njerëz pamoralshëm. Ka shumë njerëz pamoralshëm që i shohim çdo ditë në rrugë. Nuk i shet? Jo, i shoh, po duhet ta kuptoj pra këndvështrimin tënd për, domethënë, për moralitetin dhe moralitetin ke të drejtë. Nuk është normalizuar çdo gjë tani prandaj. Është e vështirë ta sepse domethënë kam përshtypjen që asgjë nuk bën më përshtypje. Po sepse nuk kanë, domethënë, i krijojnë lidhjet në mënyrë të veçantë, do thosha djemt, i krijojnë lidhjet edhe e din që kanë 7 alternativa të tjera gati përveç
asaj që mund të kenë ose që duan edhe që nuk Ka më japin shumë rëndësinë vajza, që po duhet. thua që Po ka më shumë vajza se ka dhe më shumë djem, po ka dhe më pak ndjesi morale për ta respektuar personin që ken krah. Përsa qaj brapa, po është mua tjetër ky, e kupton? po me personazhet publike ç'është ndodh? Është e njëjta gjë që ka ndodhur ndër vite apo ka një degradim apo një Po nëse do të thosha që domethënë se mos keq kuptohemi, do të ta jap shembullin konkret. Alban Skënderaj dhe Miriam Cani janë çifti më normal në showbizin shqiptar. Asnjë tjetër nuk më duket tamam si ata në kuptimin dhe të vlerave. Okej, do veçoja tani se më kujtua Vesa Luma me Big Bastën e kështu. Po sikur nuk e kanë, asnjë nuk ka shkëlqimin e atyre, se s'do t'i marrë mësysh. Po mirë, po pse mendon pra që ndodh kjo? Që Është ata janë shoqëria, jo, në përgjithësi që këto çiftet në showbiz, në fakt ke një farë të drejtë, sepse vetëm këtë vit ka pasur ndarje, shumë ndarje, po. apo çifte që kanë reflektuar problematika për cilat ata vetë nuk duan të flasin dhe pasi nuk kemi dhe pse ti komentojmë. Por pse ndodh kjo gjë? Po shiko, unë jam divorcuar edhe vetë dhe më duket pak si pa takt që të gjykoj të tjerët për pset e tyre, sepse pset brenda Jo, bërthamës divorci është familjes. diçka shumë normale, po Jo, domethënë, nuk duhet jetë diçka shumë normale. Ne nuk duhet ta normalizojmë divorcin, sidomos kur ka fëmijë në mes. Këtë e kam merak. Nuk është kaq normale kur ka fëmijë në mes në një divorc, sepse fëmia nuk do t'ja Po, do po, nënën do dhe ishte- babain bashkë, e kupton? Edhe Po, po po, ti je mos një është më prind i shumë dëmshëm problem- ndaj fëmijës, të vjen keq. po më s'është më shumë problem të normalizosh problematikat në çift vetëm për shkak se janë fëmijët? Po pse i shohim këto problematikat si, dëgjoj, unë flas nga këndvështrimi im, edhe kam thënë, e stërthën dhe do ta them, unë nuk u martova me as e vogël, as me një burr të papërgjegjshëm, as me një burr të paralizuar nga pikpamja e profesionit e të gjitha me radhë ekonomisë e tjera e tjera. Edhe si babash, një baba i përgjegjshëm, pra. Por hajde, më kupton, problemet ndodhen, në fakt jemi si ishte një problem, e kam thënë disa herë, e them dhe këtu ndodhi, u dashurua, sot është martuar me gruan që me cilin u dashurua brenda martesës, është një gjë, nuk është kjo imja, nuk është si rastet e tjera. Por raste prindrish që zihen për budalliqe dhe nuk i japin rëndësi gjërave më me vlerë, se marifeti është ta ruash marrëdhënien, se ta prishësh në shkollaj, e kupton? Kjo nuk po ndodh më në mënyrë të veçantë këtu tek ne. Kam një seri pyetjesh që lidhen me aktualitetin, le të themi, të jetës në Tiranë, që në këtë fund vitit do të diskutoja pak me ty. Është fundi vitit, dakord, çfarë s'kemi dëgjuar, çfarë s'kemi parë. Ka një personazh që për ty shkëlqen mbi të gjithë në gjithë këtë vit që merr atë, po themi, vëmendjen? Mund të evidentosh një? Ndoshta unë i përkas një tjetër brezi, por u bë disa vite tashmë që unë personazh të shkëlqyshëm në kuptimin e karrierës, të famës, të backgroundit, se sa Alban Skënderaj nuk njoh. Vazhdon ta ruaj, si thua atë. Që vazhdon ta ruaj dhe vlerat e familjes, dashurinë për gruan, respektin për gruan, një respekt reciprok që shpërndahet shumë bukur në rrjetet sociale pa zhurmë. Edhe ata punojnë edhe në tekstet e këngëve për ta thënë këtë gjë që na mjafton kjo vlera njerëzore më shumë se sa. Po një personazh që nuk ka arritur dot të ruaj këtë ecurinë pozitive. Le ta shohim anën e kundërt, nëse ti e evidenton Albanin, po themi që ka këtë, Po janë shumë, prandaj s'duhet bëj emra. Janë vërtet shumë. Gjithmonë këtu vjen problemi tek këto, Jo, mirë, unë nuk kam pasur asnjëherë frikë të Jo, nuk është punë të të zë frika, me po. gojë emra. E para nga Po. pozicioni e gazetarit, asgjë personale, thjesht. Jo, e di, po vërtet janë shumë dhe nuk di, si me thënë, nuk di këtë them, se në përgjithësi nuk ka figura. Janë kryesisht figurat e reality show që për shembull arrin një pikë të lartë dhe pastaj bien, mendon që kjo kategori mund të përfshijë këtë? Po patjetër, po shiko, unë figurat e reality show nuk i konsideroj personazhe publike të tani, të më thënë, siç ka edhe se brenda showbizit ka edhe këngëtarë që bëjnë këngë që janë në verë, bëhen hit, pak e kështu ande këtej, koha tregon që puna dhe
produkti i vërtet është ai që mbetet në kohë, kupton? Big Brotherin, po e ndjek? Patjetër, po. Me vëmendje shumë të madhe se Si po kam duk- shumë njerëz që do më hyjnë shumë njerëz Si po akoma aty duket, brenda si po që. duket të vit? Po, u bë më shumë zhurmë se vitet e kaluara përpara se të niste. Dhe në fakt nisi shumë pa zhurmë, si me thënë. Domethënë personazhet nuk sigurisht është shpejt për të folur, por nuk më thonë ndonjë gjë të madhe. Hyn të gjithë duke ma hequr atë kuriozitetin me shpatën në dorë që mirë do ishte që këtë vit shikoni më shumë. Që këndojnë, që kalojnë bukur, që jetin batuta, që bëjnë Po mes galla. këtyre që kanë hyrë deri tani, ka disa që mbase Po kanë tani të rishur vëmendjen? hyrja e Mirit Xhikës është e ditur, është një gjë që nuk e di vetëm unë. Ai vjen me fansa nga mbrapa, OSF Family është një grup i preferuar në disa breza, jo vetëm në brezin ton. Sigurisht Miri ka qenë gjithmonë ai, ka qenë Doktor Flori dhe Landi dhe pastaj ishte edhe ai treti. Do të thosh Stina. Por unë me Stinën kemi qenë 8 vjet në bankë. Po pra, Po. më kujtu diçka. Po nga klasa e parë deri në klasë të 8, në 8 vjeçare. Edhe besoj se njihemi shumë mirë. Po mund të jetë një rival Stina nuk Stina është mes Mirit dhe mund të ketë një rivalitet apo? Dëgjoj, unë i njoh të dy, po shumë mirë. E kupton, domethënë edhe Miri është më emocional, është më edhe më i drejtë për drejtë, po dhe më i drejtë, si me thënë. Kurse Stina ka tjetër karakter. Stina e shikon situatën ku është më mirë për të, si është më mirë për të, i merr gjërat më avash. I tha nëse do ti jesh kryetari i grupit, s'ka gjë, i tha Stina do të ndjek, por duhet me pas kujdes edhe aty se. Domethënë Duhet të bëj një pyetje që po pyes dhe disa kolegë të tjerë, fa kolegë apo njerëz që i kemi intervistuar në këtë fund vit. Ledion Liço apo Arbana Osmani? Si qëndrojnë të ato dy si personazhe? Unë kam punuar me të dy. Kam punuar me të dy, kujdes, ha? Edhe në punë njerëzit njihen mirë. Kur e mori Ledioni prezantimin e Big Brotherit, unë kisha një lloj entuziazmi dhe më pëlqen imazhi i tij shumë perëndimor në prezantim i Ledionit. Por Big Brotheri ka nevojë për ftohtësinë e Arbanës shpesh, shumë shpesh. Dhe unë nuk e mendoja që do vinim në këtë edicion të tretë të tij, ndoshta që po e prezanton ai Ledionit dhe Po, thosha është që e tretë, Arbana po. ku je. Që e thënë nga unë është pak. Më kupton? Do e shikon më shumë të lidhur me këtë program, me këtë format. Ka Arbana, nevojë për po. gjak ftohtësi ai format kur prezanton. Për më shumë gjak ftohtësi. Është çështje këndvështrime sepse për shumë të tjerë mbas është më gjak ftohtë se ç'duhet. Edhe kjo është e vërtetë. Që ajo është më gjak ftohtë se ç'duhet, por në edicionin me Luizin ajo pati sfidën e saj më të madhe ku e gjithë situata i doli Ti jashtë do kishe kontrollit, prezantuar një format? ose situatën me Fifin që i rat fikët, që situata mund të kishte dalë shumë natyrshëm jashtë kontrollit dhe ajo nuk lëvizi nga vendi dhe po të lëvizte Arbana si prezantuese. Ndoshta i gjithë transmetimi do ishte ndërprer dhe do ishin futur reklamat, dhe do kishte futur publicitet. Kurse ai moment u mor dhe u pa live i gjithi. Prej gjakftësisë Arbanës. Më kupton? Kush janë personazhet prezantues më të mirë që ka Shqipëria pak a shumë sipas teje? Këtu pak e vështirë ta them. Unë do kisha qenë shumë e mirë me qëra fjala, po. Pa Llafi që diskutim, bia. po. Pa heqim ne të dy. Të ty do ishim një sukses, pastaj Festivali. definitiv. Do ishim Se gjithë kërkojnë festival, nuk e di gjithë pse. festival. Jo, Si do duk nuk fakt di të kjo them. Arilena me Nuk di të Salsano? them, e di pse nuk të them dot një personazh pastaj do kaloj te festivali. E di pse nuk të them dot një personazh që t'i vë gishtin si më i miri që prezanton, sepse të gjithë bëhen nga pak patetik. Dhe kur ke jetuar me prezantuesit italian, me gazetarin britanikëve, kupton, e ke shumë të vështirë të thuash, po pse ma vlla jemi në 2025-ën dhe akoma nuk del një njeri me natyrshmërinë dhe lirshmërinë e vet, Po, të bëj një program siç është për të bërë, më kupton? e qartë.
S'pas ke emër, domethënë. Jo, nuk m'del asnjëherë, nuk m'del dot. Salsano dhe Arilena si të dukën këtë vit? Okej, Salsano është humorist dhe Salsano është vërtet prezantues për mua. Sepse ka karizëm, nuk është një burr i bukur, nuk është një burr që vjen për të prezantuar në kuptimin po prap ka një lloj sharmi kur del në skenë. Me gjithë tullacllëkun e tij, okay? Edhe ndoshta humori e ndihmon për të qenë edhe natyral, që është shumë i natyrshëm. Dhe po, Salsano do ta veçoja me qira fjala. Tani ti vetë do ishe potencialisht një kandidate për të futur në Big Brother? Po ma kërkojnë çdo vit edhe më ndalojnë në rrugë mo njerëzit, e kupton edhe ma kërkojnë këtë gjë. Edhe Dëgjoj se mund të futesh në këtë edicion, është deri në mars. Po mos i thuaj gjë njeriu. Ja, kjo është intervista me ty ekskluzive, pastaj të bëj shaka. Jo, nuk futem sepse Po nga unë e di si produksionet kanë ardhur funksionon. sinjale që mund të propozojnë të Jo, futesh? këtë vitin e fundit jo, por më përpara po. Po. Madje Arbana më pati thënë që pa u bërë VIP atë, domethënë që Okej, asun s'isha personazh VIP në atë kohë. Po një opinioniste do ishe? Një opinioniste, si thotë. Do doja të ishe. Do doja, po e qaj më, e vdes. Ja, unë mendoj që mund të ishe... Por, do ta shohim të Monikën se pres nga ajo. Është hera e parë, mbas 2 edicionesh që Arbri shkret ka pa qamet me ato shoqet e veta që ka pasur në karrige, që këtë herë them që do jetë më e këndshme të dëgjosh tek të dy. Te komenti Monika, po. Monikës, ëh? Po, Monika është politikane, ka pas marrëdhënie me njerëzit edhe ka ditur të përballet me njerëzit që kur ka qenë e vet një fëmijë me freshin në PS e kështu ande këtej, kështu që Po për Arbrin? ja, Arbri e ka krijuar atë staturën e vet. Arbri është një djalë shumë inteligjent për mendimin tim. Ndonjëherë nxjerr nga situata edhe prezantuesin, jo ndonjëherë shpesh. Pra, Arbri nuk është thjesht një opinionist më në Big Brother, është një njeri që ka një peshë shumë të madhe aty për të gjithë ecurinë e prajmeve, më kupton? Kush është vllai i madh në të vërtetë, në kuptimin në Shqipëri? Nëse këtë tani ja fusim kot se ato që e prodhojnë tani. Ato që e prodhojnë janë edhe Big Brother, ja, shumë është. Po, ka produksioni e orienton lojën, ka një orientim për Po mënyrën se sigurisht, po shkëngjë? prandaj s'futem. E kuptova? Pse? Se unë di që bëhet mbrapa. Për çfarë bëhet bravo? Pazare. Tani efekt që e the, po... Po mos thash në një gjë të madhe, Jo, edhe po- ti tani sigur ç'a thash? Jo, Po nuk thej gjë, shkon të lidhësh kontratën. Ja mëse ta shpjegoj, Po. shkon të lidhësh kontratën. Ata të thonë 10% ne, 90% ne, 10% ti. A është fair që kjo? aty fillon problemi. Fillon problemi që aty dhe pastaj fillojnë negociatat, jo po Po, tërri, jo, jo po po dua 30, vërri, jo po po dua kështu, jo po 60, viu, po viu. kështu, po. A është pazar ky? Po, Se jo. e merr kështu Jo, ma fjala për keq pazar, ti? nuk e mora për keq, po domethënë Negociata. Negociata, Është fjala, po, fjala moderne. kështu, po. Po ka pazarliqe ke negociata sa të duash. Po se leu, pa të. Se ne dy po ishim s'do i bënim, po do i bënim edhe neve. domethënë ti nuk e besim te sistemi. Jo te vetja, domethënë te. Po patjetër. Patjetër, janë po pse meritokraci ishte fitoria e Eglës? Ja. E donte njëri nga publiku Eglën? Ja. Kë mbështesje ti, se nuk e mbaj mend. Mbështesje ti? Atë vit nuk e mbaj mend, po jo, isha kaq e fokusuar të mos duroja dot Eglën, sa nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend të pëlqeja. Unë nuk është se pëlqeja aty në kuptimin që Pra në pak pëlqeja. fjalë po thua që jo gjithmonë më i miri është dhe fituesi. Patjetër, jo, në asnjë mënyrë. Po thuaj se asnjëherë nuk është më i miri dhe fituesi. Hiq rastin e që edhe Gjesti për po. shembull kishte debate dhe diskutime sa duash. Madje kishte nga ato njerëz që thanë Samirja bëri Jozi, Samirja bëri, nuk e di ç'do me thënë kjo. Se dhuna është e papranueshme në çdo rast, e kupton? Çfarë qëndrimi mban zakonisht kur ka debate mes personazheve apo mes situatave të ndryshme? Unë? Po. Si e komenton? Po zakonisht dalim live, domethënë gjithmonë Duhet- në procesin këto- duhet më tregosh, procesin, po. Mi më the, unë jam natyrë emocionale ndonjëherë dhe po t'jen njerëz që i njoh dhe nga afër, e kështu për shembull edicioni me Luizin ka qenë i tmerrshëm për mua për të përballuar, edhe ka qenë dhe i pari ku fillova të përfshihesha, si më thënë, dhe me komentet edhe Çfarë thon njerëzit për shembull? opinionet, po çfarë thon? Jo, se the për komentet, pse çfarë komentesh ka? Ka agresivitet, ka... Ja, patjetër që ka shumë agresivitet edhe kot, bën një tifo që të i kalon normat e një, po themi, tifozerie normale, ëh?
Çfarë është kjo pjesë, këtë dua të marr nga ty si gazetar, çfarë është kjo halucinacioni për këto realityt, kjo lukunia e komenteve, çfarë ndodh në të vërtetë në rrjetet sociale? Po të shohësh personazhe të njohura 24 orë përpara kamerave krijon kuriozitet tek publiku, absolutisht. Neve jemi këtu duke diskutuar kush është nga personazhet tani, po njerëzit janë kurioz të shohin stinen apo Mirjen e Xhikës, është e padiskutueshme se si janë ata si qenie njerëzore dhe jo si artistë. Personazhet e thjeshtë, e kupton. E njëjta që ka ndodhur edhe për personazhet. Unë kam ndjekur kur ishin personazhet e thjeshta që ishte interesi kaq i madh i Bigut apo jo. Dhe edhe kur ishin të thjeshtë kishte shumë njerëz që i njihja që merrnin pjesë, po nuk më kam qenë në atë periudhë kam qenë një njerëz që e zhvlerësonte shumë Big Brotherin. Kurse tani ke ndonjë rast ku edhe ti vetëm ti je nxituar apo jo? Po, dhe kam pranuar këtë. Po nxitimi nuk ka qenë për të nxjerrë një lajm të pavërtetë. Domethënë jo në fushën e gazetarisë, është ajo që ka bërë Dasara kur e kam pyetur për atë që ka menduar të thot për X personazh, për cilin ka thënë, ndoshta mendimi jot si ishte i drejtë. Kupton se tani qenie njerëzore jemi, ndodhet edhe që s'kemi folur mirë. Kemi menduar dhe kemi pasur bindjen që Drini është. Po. Drini dhe pastaj Ke ndryshuar mendimin? Mendimin, po. Çfarë do të bësh diçka ndryshe vitin tjetër? Ke menduar të bësh diçka ndryshe? Unë do hap një podcast si ty, po kur t'iki nga Shqipëria. Dhe do marr pjesë në Big Brother, po në Itali. Është e bukur. Në Itali. Në Itali? Po, në Itali do hyja në Grande Fratello, në Shqipëria. Po podcastin do bësh në Itali? Podcastin do bëj në Amerikë. Do bësh nga Amerika, po. Për cilat arsye? Shumë do qefi. Sepse më duket sikur të punoj për këtë vend është kohë humbur. Ideja është që nuk do shkosh në Amerikë për bërë podcastin, pra do shkosh në Amerikë për çështje tjera. Jo, mua nuk më kënaq asgjë këtu, e do të rroç, nuk më mbush. Po shqyr pra filloj intervistën. Çdo gjë që fillojmë intervistën se çdo gjë që mund më ofrojnë këtu, e kupton? Nuk më emocionon më sikur çka kapa. Po pra. Nuk e kam më këtë ndjesi, më kupton, ka kohë që nuk e kam. Nuk më ngop, nuk më kënaq, nuk më plus që un kam karakteristikat e një personi që po nuk e le të bëjnë çik si të dojë, në kuptimin e keq të fjalës, unë i pranoj të pikat. Po duhet më lësh të lirë në ato që bëj, më kupton, se përndryshe nuk. Po mirë. Kështu që në rubrika në podcastin tuaj pres ftesat. Që të jesh më i lirë, Po do kesh një rubrikë ti të vogël, kështu një 10 minuta. Ky është një test i vogël kështu për lirinë. Po mirë, ti je më i kornizuar, ke qenë gjithmonë. Po, varet si është. Ja, për shembull. Tu je shumë mirë për shembull. Ndje mirë, ëh? Tu je më mirë se të kam parë ndonjëherë në jetën time aty. Mirë, zohem që ti ke këtë feedback sepse tilla e kam edhe unë. Dhe ishte kënaqësi që biseduam këtë fundvit bashkë. Dreamy in the city when Tirana doesn't sleep. Late night